Mark Shkreli ka lindur me 19 janar 1956 në Shtoj të Ulqinit, si fëmia i 7 i familjes së Not Zef Shkrelit. Ai u rrit në një familje të ndershme punëtore dhe me tradita bujqësore, së bashku me 4 vëllezër dhe 4 motra. Fëmijëria e tij u karakterizua nga jeta në një mjedis rural, ku puna dhe përkushtimi ishin vlera themelore. Shkollën fillore kreu në vendlindje në Shtoj, ndërsa arsimin e mesëm e vazhdoi në Ulqin në drejtimin e artizanatit, konkretisht në shkollën e mesme Vllazërim Bashkim, që në vitin 1971 filloi praktikën në Kriporen e Ulqinit, ku deri në vitin 1974 përfundoi edhe diplomimin dhe punoi si praktikant. Pas kësaj periudhe, në vitin 1976 kreu shërbimin ushtarak, që zgjati 1 vit e gjysmë. Pas ushtrisë, u orientua drejt bujqësisë dhe blegturisë, duke u marrë veçanërisht me prodhimin e perimeve, ku bustani ishte ndër produktet më të kërkuara në tregun e asaj kohe. Në vitet e para të aktivitetit ekonomik, familja e tij u angazhua dhe në transportin e produkteve bujqësore drejt qyteteve bregdetare si Dubrovniku, Vari dhe zonat e tjera të Bregdetit, duke siguruar furnizime dhe njëkohësisht duke sjellë materiale ndërtimore dhe ushqimore në Ulqin. Në vitin 1979, pas një periudhe sfiduese të shënuar nga tërmeti që goditi rënd zonën e Ulqinit, Marku vendosi të stabilizojë jetën personale duke u martuar. Ai krijoi familjen e tij me bashkëshorten Liza, me të cilën ndërtoi një jetë të qëndrueshme dhe të lumtur, duke rritur 2 djemë dhe 2 vajza. Më vonë, ai u angazhua në fusha të ndryshme profesionale, fillimisht si mekanik teknik në Kripore, më pas si sipërmarrës. Në vitin 1984 hapi biznesin e tij të vogël, duke u bërë ndër të parët që regjistroi aktivitet privat në atë kohë. Ai zhvilloi edhe punishte për kopjimin e çelësave dhe riparimin e bravëve. Në vitet në vazhdim, Mark Shkreli u përfshi në sektorin e ndërtimit dhe më pas në turizëm, duke u bërë një ndër kontribuesit në zhvillimin e ofertës turistike në Ulqin. Ai arriti sukses të veçantë në prodhimin e dyerve dhe dritareve të aluminit, duke u shpërblyer si menaxheri më i suksesshëm në vitin 2006 në Malë të Zi. Gjithashtu investoi në turizëm me zhvillimin e një rezorti dhe kapaciteteve akomoduese, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të zonës. Përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se takohemi në emisionin Portreti me mua Jonida Trumen. Ne jemi mësuar të sjellim histori të ndryshme nga personazhe të ndryshëm në këtë emision, i cili edhe vetë tematikën e ka të tillë. Ne sot në studio kemi Mark Shkrelin, ai i cili do të na flasë për veten e tij, për jetën, për një fëmijëri që ndoshta është ndryshe nga këto fëmijëri të sotshme. Përshëndetje, mirë se na erdhe. Përshëndetje një herë televizionit Teuta, përshëndetje stafit, përshëndetje edhe të gjithë teleshikuesve të TV Teutës, se cila pak a shumë është gjithmonë pranë auditorit vetë. Siç u thaç edhe më parë, unë jam Mark Shkreli, i lindur me 19 pajt 1956 në Shtoj të Ulqinit, jam djali i fëmia i 7 i familjes Not Zef Shkreli dhe Maria Ndrekja Shkreli. Përndryshe na jemi 8 antar, 8 fëmijë, 4 vllazën dhe 4 motra, secili ka gjetë atë këndin e vet, dikush është në diasporë, dikush është në nafakën e vet e martua, dikush ka met këtu. Zakonisht unë edhe një vëlla i madh, si kemi metuar me familjet tona dhe kemi kriju familjet tona këtu në Shtojën e Ulqinit. Në bisedën që kishim përpara se të fillonim të incizonim, ishte interesante, më thë që je i lindur me 3 janar, por kushtet e atëhershme nuk ishin mundësi të shkruanin deri me 19 janar. 3 janar, më fal. Shumë e vërtet atë. Unë në kish, sidomos në disa libra e kam shkruar me 3 janar, mirë po me 1956, qatë vjet mas viti 3 ka qenë një borë e madhe deri në 2 metra, kështu që i thonë në për pazarin e Ulqinit janë qilë, si kur se tunele me uhinë për dyqane.
Mas 2 javë janë formua kushtet për më dalë në qytet, dhe nusja Axhës kur ka dalë me shkrua në qytet, aja nuk ka ditë mirë me folë sërbishtë në malazese që ja kanë folë atër dikur. Kur ka dekë sot, edhe ashtu e kanë shkrua atë ditë që kanë bëni, e unë ndoshta kam kanë 2 javë ose 3 javë që i rritën. Interesant, kohë tjetër. Në tregoni pak, si e mbani mend jetën e dikush me atë kohë fëmirin në shtoj, aty edhe ku lindet, ku rritet? Si ishin kushtet? Pa, adisit ashti me tanë të drejten, kushtet janë ashtu si kurse janë kënë për të gjithë njajtë. Dhe nuk kemi pas tepe shumë dalime fukaraja ose aj që ka pas një gjendje pak më të mirë, për arsye se kur janë kushtet e barabarta, atena normal që as prindja kanë këqyrë shumë me mujtë fëmijën e vetë, mos më dalua prej atyne që nuk kanë mundësi. Pak shumë, unë jam shumë i kënaqur për feminin teme, për arsye se na jemi kanë një lagj e shkrelve aty bukur e madhe, deri që kanë fillu me emigrua. Kemi pas një jetë shumë të lumtur për asi lloj kohe si ka kanë atena. Tash, me të në të mira, ndoshta nuk janë të lumtun aqe sa im kanë të lumtun me ata që na ka falë Zoti, ata që kemi pas në atë kohë. Si sigurohi buka për familjen Shkreli? Cila ishte ndoshta zënati apo me çfarë merrshin? Pa, me të rregut vërtetën, unë jam një antari një familjes punëtore. Na e kemi punu shumë edhe blegëtorin, edhe bujësin, por njëkohësisht prindit e mi janë marrë pak edhe me aferizëm. Kur të thëmë me bujësi edhe blegëtori nuk ka nevojë për shumë me thonë se na të gjithë e dim se çka qëtë aja, ta qëtë një kashat buk me jetu, me jo që me bani farë pasunijet, me po në të zef Shkreli ka pas anijen private, një ndër më të partë në këto treva, dhe na me ata anije kemi bon transportin prollimeve të cilat kanë nëllë gjatë bregut Bunës dhe bregut Tetit, dhe kemi që për shembull në prollimet deri në Dubrovnik, bregut Tetit. Dhe kështu që ato prollimet janë zhgarkuar atje, ose janë shite, ose janë lanë atyne që të kujet janë kanë si kurse pronarë, se gjithë na kena pas për shembull 5, 6 ose 7 pronarë të barqeve, të cilët kanë ngarku anije materialet, i kanë zhgarku atje në grumuj, mi po për mos më kthy anija bash, atje aty është ngarku ndonjë material ndërtimor, si që janë tullat, si që janë hekuri, si që janë qimentoja, paka shumë ka pas edhe artikule ushqimore, për arsye se në kohën e ma pashme, atë kur ka punu prindit e mi me anije, nuk ka kënë zhvillu me komunikacioni, as bregdetar, as i veç baste anijeve. Normal, paka shumë janë marrë edhe me i fije peshkatim, dhe ashtu e kemi kriju paka shumë jetën vetën prej punet. Po, në flisni pak për shkollën fillore. Ku përfundoni? Unë shkollën fillore e kam fillu në Shtoj, deri në klasën e 8, deri me vitin 1971 kam dalë në shkollën e mesme Vllaznin Bashkim, një si shkolla mesme për arti zanatin. Mi po njëkohësisht kemi shku edhe në shkollë, unë jam edhe punësu si praktikant në kryporën e ullqimit. Kishit si praktikë edhe në... Po, kështu që para dite na punoshim në kryporë, dhe mas dite kishim ortë, kështu që ja kanë diçka, kur një njeri që ka kryer, një nxënës ose një student që ka kryer një zanat të mirë, aja ka përkryet zanat për arsye se a ken paralel teoria me gjithë praktikën, dhe pa tjetër, kur ka koha me diplomu, a ken shumë letë se je keni pregaditun edhe në praktik, edhe në teori, me i lanë përgjigje çdo profesorit i cili ka ken
paratet aty. Mbas përfundimit shkollës së mesme, vazhdoni punën krypore? Po, mbas përfundimit të shkollës mesme, kam nejt një disa kohë dhe paka shumë me vitin 1976, unë jam edhe veteran i zdash me shkollën në ushtri, kështu që 1 vjet e gjysmë kam pothuaj, nuk është e humur, por kam qenë në ushtri. Kur jam këtu prej ushtrit, kam vazhdu me punën krypore deri dikun me vitin 84. Paka shumë kam punu me ndërprerje. Po potenciali jam ma duk se është shumë ma i madh me punu në krypore për një rrogë e cila nuk ishte fort e vogël, por mu duk të se unë kam potencial pak ma tepër me hap diçka në një farë biznisit privat. Kështu më ndodhi me 26 mars 2084, 1984, unë kam lëshua punën prej krypores dhe kam hap një dyqan të vogël për kopimin e çelësave. Ata që ka ite një lami shumë deficitare këtu në Ulqin. Po thuj se jo që në Ulqin, por edhe në deri në Budva kam rrinë me shku në për hotele, në për kampe, aty ku jënë kanë ma shumë të nevojshme veprimtaria. Marë, ku kishe dyqanin? Në qendër të Ulqinit, aty afer Tyrbis, ku ashtë ishte stacioni i autobusit vjetër. Aty ka nejtë 13 vjetë ka nejtë dyqanin, në qendër të Ulqinit. Pse ndroni këtë profesion? Pse iknin nga... Nuk ishte ndru profesioni, por është i sens se Ulqini është qytet i vogël, qytet i qetë, qytet i paq, nuk ka pas nevoj të për shumë as mundry me çelësa, nuk ka pas nevoj të për shumë me i dhanë e që avancim ndrymi, po tashti njeriu kërkon edhe ma mirë, kërkon edhe ma tepër, me gjithse paralel edhe të çelësave, kam fillu me punu reklama se fillu në disa... Ulqini është i njoftun me aferista, po më nejë me në zanatli. Mi po aferistat nuk kanë pas zemër, se unë të thush jam me regjistre numin 3, i regjistruar me licencë si kurse si në komunën në Ulqinit. Ka pas zanatli, kështu, samargjine, këta që kanë punu disa për, kur sa kanë i regjistruar. Asë ata rejtëtorët nuk kanë të regjistruar. Mi po, ma vonë fillun disa ligje të reja mundru, dhe atena unë u specializoha me bon firmat, reklamat, dizajnin e reklameve, si thirët firma, u bon dyqane tregtare, u bon dyqane... Faktikisht filloj mu privatizu gjithë një dhe ma tepër tu e pa se se cili që ka kry një farë fakultetit ose një farë, që ka një farë dije, me punu t'i shka ma tepër se një rogë e cila ta nep të shteti, se atëra kanë kohë shtetit. Me pas ku orientoni? Sikur se ta kërkon edhe tregu, unë me njëherë, kur e specializon mirë një lami, një punë, edhe e ban ashtu sikur se lypet, punëson disa punëtor, dhe menaxhimi jem aken që me i shti disa punëtor në punë dhe unë mu morë me zbulimin e pjesëve deficitare të cilat janë që mungojnë në komunën e Ulqinit edhe ma gjerë. Pjesën e parë kam fillu diçka me roletna, ma vonë kam fillu me alumin, me alumin është tash për tash është edhe sot është një prodhimtari primare, 42 vjetë qatë punë e baj, jam një ndër më të parit të ushën në Ulqin, po thuj se edhe dër 10 kompanit në Maltezi. Ne kemi vepru edhe në Ulqin, në Tivarën, këtë Bregdet, po thuj se edhe në Maltezi. Më the shumë bukur në fillim të emisionit, vin nga një familje punëtore dhe gjithë kjo bisedë që po bëjmë së bashku e dëshmon qartë që vjen nga një familje punëtore. Ndoshta e ki provuar gjitha për të arritur ndoshta sot këtu ku je. Kur e morre rrugën, drejtimin, të merresh, të hapësh biznisin tënd, të merresh me turist, të bësh këtë që ke sot?
Po, u qysh, po me njëherë se kam diplomu si kurse teknik i makinerisë, e kam mendu privatizmin. Disesi nuk e kam pas unë pak si vështirë me pas dikan do një shef ose do një dikush për një punë lëndës. Por potenciali jam ka qenë diçka pak ma tepër me mujt me i lanë edhe shoqënisë, edhe vetit, edhe normal ku janë edhe interesat ma të mlaja. Ashtu me radhë kanë ardhë shkallë ka shkallë, edhe kur kena ardhë deri te profesionalizimi i aluminit, shpresoj edhe mushterit e mi, klientët e mi të cilët kanë tepër të knaqun, mundën edhe me na vrejt edhe me më urua se s'kam pas kur i herë një farë problemit. Po, të këqyrë që lamia kryesore e Ulqinit ose e qyteteve bregdetare është turizmi. Prodhimtaria është qikë prodhimtari e cila punon 12 muaj ditë. Turizmi është 3 muaj, në atë kohë kur kam fillu, unë kam punu edhe 5 muaj, 6 muaj, po tash kam punë 3 muaj. Edhe e kam vrejt që duhet mu transformu pak edhe në turizm. Për arsye se ishin interesat pak më të mëdha, ndoshta pak ma letë me ardhë deri te parja, megjithëse fuqia punëtore gjithmonë ka kanë pak problem, por dikush që ka familje, unë paka shumë i kam 5-6 anëtar të familjes që punojnë edhe nuk mundet me dështua asnjë punë nëse ti angazhon familjen edhe ke familjen në punë. Do të kthehemi përsëri këtu të shkojmë pak tek martesa. Në çfarë moshe martoheni? Pa, unë martohem, falmirësin këtë pyetje se bashkë me tregu vërtetën, aja ka njëherë edhe të cilë edhe emocione, por edhe të asi se unë paka shumë kam një martesë shumë të kënaqur, një jetë shumë të lumtur me bashkëshortën time Lizën. Na jemi martu me 7 nënën atëherë kur Allah është drill 3 metri. Unë si kam marrë për ushtri, dhe më hënë moshë 24 vjeçare, po thuj se i ri, Allah nuk kam ditë krejt se si mu gjithën jetë, me kriju jetën, por ma zdasht, aty të ashtë një manë Zoti një mënyrë se si me kriju jetën. Unë e jam martu për 2 arsye. Si me thonë 2 arsye. Një arsye kam prej 8 fëmijëve më kanë qellu prindit me tu me mu. Dhe edhe baba në moshur, nana gjithashtu, atena, nusën e këna marrë atena me shkosi, me shkosia ne. Njena paka shumë edhe miste kanë ditë, edhe tashti është pak fjallë ranë me thonë që vjen nuse si nuse burrit, por vjen edhe si nuse me shërbyve prindit e hysmeqare e prindve të burrit. Ashtu ka kanë koha, i kanë prenu të gjitha, dhe jam tepër i kënaqur dhe falenderoj tepër shumë fatin teme cila ka dhënë tush, sidomos nënën teme e ka majtë si kurse uladin e vetë. Se edhe na kemi 4 ulad, kemi 2 vajza e 2 djelmë, kam edhe 3 nipa edhe 3 mesa, kështu që jam 6 tjerë edhe gjysh. Na jemi po të më thonë kemi një jetë shumë të lumëtun. Për mu, si fëmija e vajzave, si fëmija e djelve janë të njajtë, por e kam një gëzim shumë të që dalohet për të një gëzimeve, se djali mas Gjohani, mas 11 vjetëve ka fitu djalin. Mas 11 vjetë martes, ka fitu djalin. Ate kështu që paka shumë mua ma ka përtri jetën përgjësi, edhe mua, edhe Lizës. Si është ndjesia t'jesh gjësh? Me të rëgut vërtetën, të fëmija vajzë më thrasin tati. Babën e vetë të thonë tatë, mu tati. Pse jo më tha gjyshi, jo thëtë kjo është baba i mamit. Barabar thëtë mami, thëtë tati, edhe nga thrasin asi. Me të rëgut vërtetën, ti është gjysh, është dikur kam një prej të parve, që
mjalti i mjaltës është nipi ose mesa. Kështu që me të regu vërtetën, a pak shtirë mi e përshkrua dhe që të përjetojnë dikush. Rikthimi ashtu si edhe ju thash për sëri tek turizmi. Duan nga jot më bëni një krahasim turizmin atëherë me sot. E di që më përmende që atëherë turizmi ishte pak më i gjatë, flas nga ana e kohës, ndërsa sot më i shkurt. Turistët ishin me besnik atëherë apo janë sot? Pa, ati si tash me tënë në atë kohë kur, në kohën time, kur a ba turizmi, atëherë a ka shumë ma letë se ata kur kanë orë 14 deri 21 ditë. Na jemi përcaktu për atë kategoritë e turizmit. Na jemi ba si kurse miqe, shokë, se kur të rish 21 ditë ose 20 ditë me një turist e banë si kurse antarët e familje, si asi. Dhe ai që ka arë një herë, veçën ka mujtë me prunë dhe 5-6 ose 10 familje tjera, se ai s'ka në ruma. Se na e kemi një tradit që mikpritja e jonë është me siguri në nivelin më të lartë në regjion. Pa marrë parasysh kam qenë edhe në Shqipëri, kam qenë edhe në Kosovë, kam qenë edhe në Turqi, kam qenë edhe shumë vese ku merren me turizëm, sidomos edhe në Itali, pak Italia e ka një fije, asi, por ata që ka Ulqini, më thot me nuk e ka kërkush në botë. Normal që na kemi edhe pasurit natyrore, sikur se është plazhi i vogël, sikur se është plazha e madhe, dhe ato ne na anonimojnë, na japin një avënsim që mi e bë pak ma profesional, mos e pas të voj mu shtërgu të për shumë, mos e pas të voj të për mu, por me ba, paka shumë me ba një turist luksas. Luksas. Pa me disa standardet e cilat i meritojnë, me gjithse nas mundë na mja marë atë kosto e atë lek e cila e meriton ai shërbim, se nuk janë as pagesat, nuk janë as të marrat e unë turistëve ashtu sikur se kanë atë kohën kur kem kanë na më herët, por prap kur është turizmi masiv, më lidhet diçka. Në atë kohë, në kohën tonë, po mendoj qysh deri me 87-ën, 8-ën, 8-ën, 9-ën, për shembull para luftës, atjena kanë paka shumë një lloj turizmit elit, i cili ka pas edhe qira edhe qyteti, edhe shteti, edhe punëtori, edhe aferizmi, edhe ka pas po mënoj finansat të metura, të cilat ke mujt ti vjetin e arshëm me investu dhe me reinvestu dhe me bë diçka një hap më të bukur se ka kanë vitin e kaluam. Mi po këtë vjet, ose tash kohën e funit, na me zi e lidhim vjetin me vjet. Se na i kanë rritë qiroja të për shumë mirat detare, rrugat janë abnormal, për shembull një pastruese 1.200 deri 1.300 euro, shpëtimtari shkon deri 1.800 euro, kështu që nuk munden na me mbajt atë standard me të çmime të cilat janë të sot aktuale. Një kuzhinier 2.500 deri 3.000 euro, aja pak e son. Varet ai kur nuk është i zoti, kur mi prun një turist ose një musafir të restorani jot, ne jemi të obligum se kemi kontratën me ja pagu gjitha ato shpenzime. E vërtet. Shkojmë edhe njerë tek fillimet e gjithë kësaj, si plazhi që keni, si kampit që keni, dhe tregoni si ishin fillimet. Ishte ndoshta zhvillimi i biznesit gradual? Qashtu. Tash u harrova me tregu se nuk deshta me të si. Unë na një kompani, 4 partner, na kemi me 2006 pat me hap një fabrik të betonit në Shtoj. Tu menua se po fillon ndërtimi i rregullt dhe paka shumë e pa me sikur se mungesë betonit në Shtoj. Dhe aty pak i haxhuam disa financa dhe mi po nuk shkoj këtë punë ashtu si menume, se i të
programi që na me mujt me punu këtë ure në Porto Milenes, aja puna me 2011, dhe nuk shoj këtë puna ashtu si lypet. Mirë, si u falimentoj kompania Shtoj Grup, unë u orientova në turizm dhe ndërtova një 10 shtëpiza mobile të cilat janë edhe sot aty për me mujt me ecë pak me turizm, mu sjell pak në turizm. Pak ma serios. Pak ma serios, por nuk ka kënë tepër serios për arsye se ne financat të cilat kanë kënë të rezervume për me bo një lagj turistike ose një resort turistik, na ishtime aty ku mendume që kena me punu 12 muaj. Se gjithmonë i kemi shku asaj punë që një veprimtari e cila punë është sezonale nuk është stabil gjithmonë. Mas mirit është diçka që punën me 12 muaj. Kje fakti jonë që nuk patë suksesa ajo veprimtari, kalova në turizm dhe që është me 2003 e mrapa, unë vetëm kemi pas ngritje dhe kështu që tash e kam një lagj bukur të male 147 shtritër mundën me marë për një herë, dhe më hanë 2 autobusa për një herë, i kam të gjithë, si rezort, krejt, tana ata që ka i lypët një kategori të turizmit, ashtë edhe me peshin, me lojnat kandin e fëmijëve, me plaja e cila ashtë 800-900 metrat, 1 kilometër aty afer, kështu që turizmi paka shumë ashtë një industri kryesore e malit të zi, dhe paka shumë njëna lypet mje e majt edhe mje, si e thonë, mje rujt si kur se sytë e balit, se aja është, aja perda jonë, aja është ajo çka ne na avanson. Jo vetëm ne si kur se aferisa për Ulqinin, komunën e Ulqinit edhe këtë shtetin. Mark, ishin fëmija mbështetje në këtë biznesin tënd, në këtë veprimtarit tënden? Po, pa tjetër, sidomos në turizmin janë shumë, ata bile, unë qështë e kam shku në penzion, babë hajtë s'ke nevoj, na marim mirë, po unë e një i vedin ala të aftë që mundë me unimu, me punu me ta, mos me ulan një rrugë të gabur që kam kalu, unë mos me ulan ata me kalu, për arsye se mëllimet, si kurse gjdo prind për fëmijën e vetë, me të regu të vërtetën jam jo i knaqën, po tepër i knaqën me të 2 djelët, ashtu edhe vajza Antoneta, se një vajzë tjetër e kam në Amerikë të martu mund, edhe ajo angazhohet në punë, ajo ka punu si kurse kontabiliste në kompanin teme, ma vonë ka qilë një market, kështu që në çdo mënyrë jemi mundu me kënë ashtu si kurse i kemi pas qyshat tanë, prindrit, unë me kënë punëtorë, me kënë familje punëtorë. Por jo me vra vetin, por me punu ashtu një që sa me të pas lezet edhe bukën mëra me hakër. Përmende pensionin, e shini vetën ndoshta pak më të pushuar që nga pensioni, apo nuk e lene akoma vetën? Kjo pensioni që ka emrin pension të unë, me të regu të vërtetën se barabar nuk shoni ndryshim për arsye se Allah një vetin të aftë, Allah një vetin mirë që mune me një mu kontribu diçka me një mu fëmijëve që mos të mesin gjanë mrapa, se ka shumë gjanat të cilat ata Allah nuk i kanë marrë ashtu në 100% në mbikëqyrje. Nuk ka punë se në mbikëqyrje, por nuk ju bjenë nërmen si unë edhe bashkërtja jame të cilët na e kemi paka shumë, na ka hinë gjaka ja punë edhe, por paka shumë, jam i knaqur. Po bashkëshortja, se nuk e përmendme, në gjithë këtë rrugtim tëndin, si biznismen, ishte mbështetje për ju? Jo mbështetja për mu, por tanë që kemi kryu, na kemi kryu bashkë. Por çka është sfida më e madhe, ajo ka sakrificën më të madhe ka pas me fëmijë, se unë edhe kam rrugu shumë në Itali me marrë material, me marrë asi, kështu që asaj i ka ra barra më e madhe, edhe me nejtë vetë, për pos që ka pas prindit e mi,
me pas kujdes, ka pas edhe 4 fëmijë, atë ndoshta edhe vite ndonjë bi, sikurse të tonë neve, që janë asirë, kështu që me tregu të vërtetën, gruan e kam prej Malësiet, por të ketë familjen i ka në Amerikë, por me tregu të vërtetën, aja ka kënë viktim, si me thonë, e krejt familjes seme qysh se ka arët të na. Edhe gjithmonë a kënë, kur e lodhë, gjithmonë a kënë e knaqën. Ishtë bukur kur burri ja din grua së mundin, ja vlerëson. Balaj që unë, se si, edhe unë, edhe tonë na jem 8 vllazën e motra, tonë ja din, se për 6 vjetë e kam pas nanën e smut, për shamu ka jetu 5 vjetë, e ka la si fëmijën e vetë, ka la, janë rritë fëmija, 4 fëmija vetë, dikush martu, dikush asi, kjo ka vazhdu, për shamu me majtë edhe nanën teme, si kur se nanën e vetë. Aja nuk mundet me hup kërkush, është Zoti i Madh, nuk kem nevojë na me përmend se janë veprat e saj të cilat i ka bërë patjetër. Faleminderit shumë, Mark, për gjithë bisedë. Falenderoj që pranuat të jemi së bashku sot këtu për të rrëfyer për shikuesit e televizionit të UTA sa do pak nga jeta juaj. Falenderoj edhe unë juve që na ftuat në këtë emision. Shpresoj që i kam thënë ata çka më ka rënë në mend se ka shumë, ndoshta për jetën time 70 vjeçare, kita më kanë disa libra më shkruar, por faleminderit edhe për këtë çka mund ta më si. Kam pas qef edhe me ndani një ngjarje që ka në familjen time, se për arsye se jam unë më i vogli prej vllazëve, edhe një tjetër që njeriu i përjeton në jetë. Ne deri me vitin 1973 kemi jetua tonë së bashkut me Axhën, Gjon Zefin, me shoqen e tij Mriken. Atyre ashtu deshtë Zoti nuk u fali u lad, por ai kur se ka një veten që nuk ka fëmijë, se fëmia e vllaut Nocit ishin edhe fëmia e tij. Vërtet na ka dashur edhe më shumë se baba. Pothuajse ai ka qenë baba jon i 8 fëmijëve të Noc Zefit dhe të Maria Shkrelit. Mos me ata, kur u dame dhe u krajshtume, baba jon për mos me elan vllaun e vet të vetnuam, për pa fëmijë, ja fali djalin e madh Zefin me familje, i cili është i martuar, dhe me familjen e vet e krijoi një shtëpi me familjen e Axhës tonë. Aja është një rast i rrallë që null për shembull në trevat tona, por pak a shumë Axha jënë na ka dashur edhe më shumë se na ka dashur baba. Sigurisht baba e ka pasur në zemër, por e ka shpreh dashnin pak më son, edhe në këtë gjest që e ka bërë baba, ja ka fal djalin vllaut vet, një mënyrë ndoshta a kanë emocionuese për ne, që po na dohet një vëlla shkon te Axha, por prap na e kemi po shumë pozitive atë punë dhe normal sot këtë ajo familje, ajo shtëpi vazhdon, edhe pse kam ndek të njerit edhe Axha dhe nuse Axh, ajo shtëpi vazhdon me familjen e vllaut tim.